Me të afruar fundi i numërimit të votave të diasporës, në LDK insistohej nga disa prej anëtarëve të kryesisë për orkestrimin e një skeme të organizuar kriminale brenda partisë që drejtohet nga Lumir Abdi Xhiku. Në vazhdën e komunikimeve të brendshme të anëtarëve të kryesisë qendrore të LDK-s, më 2 mars 2025, këtë herë në grupin e Viberit, ku pjesë e tij është edhe kryetari Lumir Abdi Xhiku, Kujtim Shala dhe bashkëpartiaku i tij Arben Gashi, zhvilluan mes vete një komunikim goxha të nxehtë. Ish shefi i grupit parlamentar të LDK-s po këmbgulte se ka pasur vjedhje të votave dhe inskinonte që skemës që sipas tij u orkestrua nga disa bashkëpartiak t'i vjet emri skemë kriminale. Faktet po u llorasin o kujtim. Ti duhet me u pajtu me shqetësimin për krimin që ka ndodhur, shkruante Arben Gashi në grupin e Viberit të kryesisë qendrore të LDK-s. Asnjë manipulim nuk është i tolerueshëm, i përgjigjej Kujtim Shala. Për të gjitha, vazhdonte numri 2 i listës zgjedhore të LDK-s.